Arben zgjohu. Krisma ata jenë afru. Zgjohu. Ma vonë të shpëtojmë jetën në njerë. Arben, e di që se mësu me kësaj lloj jete, por kohën ta imponon. Duhesh të mësohesh. Qa me bane gjysh? Nuk di as me luftu, e as me mbrojt. Lufta nuk të bën trimëri, po nëse ka nevojë, duhesh të luftosh, duhesh të mbrojsh jetën tënde. Duhesh të jesh i aftë. Kjo është e imja, kur kam qenë më i ri. Nuk është një armë, po për çdo rast në të qëllon. Urna merre. Po në zdu me lëndu kërkan gjysh. Aso në birë nuk mendoja, për tjertë në kanë impunu. Kjo nuk bëhet nga urrejtja, por nga dashuria. Faleminderit gjysh. Šta radiš ovdje, stari? Što radiš ovdje, jebe mu mater? Što radiš? Stari, šta radiš ovdje, be? Što radiš, pičkali mater? Ništa. Ajde. Ajde, stari, ajde. Ajde, jebe mu mater.
Mos ke frikë, jam shqiptar, për ruaj kufirin. Si ka rritur deri këtu? Serbët ma vranë gjyshin. I kam 2 ditë në malë të më shef. Kam vetë këtë vetë. Hajde më. Haje, të duhet forcë për me vazhdu. S'ke frikë. Tani jemi shqiptarët, ne nuk lëm njëri tjetrin mrapa. Faleminderit. Faleminderit shumë. Qysh e ki emrin? Më thirrin Luma. E ti? Arben. Pini fshatit jo qash largë pi këtu. Arben? Emër shumë i bukur. Për fat keq, këto male janë të mbushur me djemë të humbur si ti. Për t'i je djali fort, ke mbijetu, ja ke dal. Kjo ka rëndësi, të rrish gjallë. A mund është më mësu me luftu? Po du me marr hak për gjyshin tëm. Hak? Lufta Arben nuk bëhet vetëm për hakmarrje. Nëse e bën këtë vetëm për inat, atëherë zemra jote do të smuret një lloj si ajo armiqve. E çka me bo atëherë? Milan me marrë çka duan? Lufta jonë është për lirinë, për të shpëtuar të pafajshmit, për të mbrojtur ata që nuk kanë zënë. Arben, nëse vërtet dëshiron të bëhesh i Zoti, duhet mësosh 2 gjëra: qëllimin dhe disiplinën. Thika nuk është për ta treguar, Ben. Është për të mbjetuar. Menova që s'keme ardhur. Durimi ishte pjesë e stërvitjes. Ti ishe I gatshëm apo? Po. Mirë, atëherë fillojmë. Por mba mend, trupi jot duhet të jetë më I fortë se sa hekuri, dhe mendja jote më e fortë se sa thika që ke në dorë. Je gati? Gati jam. Ma sill malin rreth 3 herë. Kjo është pushka. Atëherë, kjo është qyta. E vendosim tek shpatulla, e vendosim në shpatull. Kjo është shenja, duhet barazohet shenja me shenjën këtu.
që të gjujmë në drejt. Dora këtu, marrim shenjë, gishti i kamzës du të rrije drejt. Në momentin që ne marrim shenjë, atëhere ne gjuhem. Përvoje. Këtu, qyta vendosët të shpajtura. Shenjë mos harro, gishti mos harro. Një ka tutna. Gjithë tutna, edhe unë tutna. Bëhu trym. E shatë shenjë aty? E shej gurin? Kemi një gur. Po. Nuk du ta shumë. Qëdo? Gron. A i burr. A i e. Mirë. Sjeni. Jo. Djem, sjeni. A mujte? A i një lodh? Tone, ka pak. Apo qëndroni? Si po shkon lufta? Vallaj peshtym. Peshtym e burr. Inshallah mirë. Ka me bo, luftë kjo. Luftë e madhe. Lum. E ke bo gati najsen. Kam bërë të pamundrën, Agron. Nuk janë shumë, po janë të vlefshme. Mund t'i merrni. Mirë. Ma mirë pak se hiq. Mirë. Lum. Mirë pafshim. Agron, pa ik kam një fjalë me ty. Po valla fal. Kam gjetë një djalë të ri në mal. Edhe, që Ja ka kam ndodhur? bra familjen. A i kërkon me luftu. I duhet një njëri me mbështet, me mbajt afër. Kada ka dal burr. E kam vrarë familjen, Ja kanë vra gjithë familjen. edhe kërkon me luftu. Kërkon me luftu. Kush me luftu? Ja, shpun që zbahet kjo. I ka shku familja tash edhe ajde me shkua. Mare lum. Lum. Me shokt. Edhe të preste u dhe pacit ka drejt, të stanin altë. Pa qare kemi me ardhë. Faleminderit. Kujdes rrugës.